Këto janë 4 shenjat më tinzare të horoskopit. Ambicia ndonjëherë është një tipar i mirë i karakterit, na udhëheq në rrugën e suksesit, na jep forcë kur gjunjëzohemi. Vërtet konsiderohet edhe kur jemi të vendosur në qëndrimet tona dhe nuk devijojmë prej tyre. Por çfarë ndodh kur këto dy gjëra përplasen dhe krijojnë një lidhje të keqe tek një person që kthehet në agresion? Astrologët thonë se kjo zakonisht ndodh me këto 4 shenjat të horoskopit. Dashi, i njohur si ambicioz dhe i vendosur në qëndrimet e tij, Dashi nuk do të heqë dorë nga lojrat dhe organizimet e pista në mënyrë që të arrijë atë që ka vendosur të bëjë. Nëse Dashi e ndjen sfidën, do të përqendrojë të gjitha forcat e tij në neutralizimin dhe dominimin e saj. Kujdes me Dashin, sepse nuk e dini se kur do të mendojnë se ju jeni pengesa në rrugën e tyre. Demi, kokfortësia ekstreme është ajo që e bën Demin agresiv, sepse sa më shumë gabon, aq më shumë zemërohet, pasi beson se është i përsosur dhe i pagabueshëm. Kjo lloj kokfortësie ndonjëherë është e mirë sepse Demi gjithmonë shtyn përpara, por nëse kthehet në agresion, më mirë vrapo. Luani, i pëlqen të ndihet superior dhe të gjithë i tregojnë se sa shumë e adhurojnë dhe admirojnë. Kur nuk është kështu, Luani do ta tregojë menjëherë pa kënaqësinë. E gjithjeta është një garë për Luanët. Ata janë të tillë në biznes dhe në dashuri, dhe shumica e njerëzve për fat të keq do t'i konsiderojnë kundërshtar të tyre. Ai nuk do të hezitojë të luajë lojra të pista dhe grushta nën brez. Akrepi heshtur dhe misterios sulmon kur nuk e prisni, gjë që e bën atë më tinzarin. Agresiviteti i akrepit të shpërthyes si papritur dhe shpesh i lidhur me diçka që e keni hartuar shumë kohë më parë. Akrepi e sheh veten si autoriteti përfundimtar që e bën shumë të vështirë bashkëpunimin ose lidhjen.